Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale ka finalizuar një tjetër fazë të operacionit policor të koduar Operacionalja, i cili synon kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Në kuadër të operacionit të koduar Operacionalja 84, shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale, në bashkëpunim me shërbimet operacionale të DVP Shkodër, arritën të lokalizonin, identifikonin dhe arrestonin shtetasin Izmir Dunga, 35 vjeç, lindur dhe banues në Shkodër. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, Itali, për ekzekutimin e urdhrit të masës së sigurisë personale arrest në burg, të caktuar nga gjykata e Milanos për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në organizat kriminale, të parashikuara nga Kodi Penal i Italisë. Ky është një tjetër finalizim i operacioneve të Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në bashkëpunim me strukturat vendore, që synojnë goditjen e kriminalitetit të organizuar dhe trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike.